Dosja hetimore SPAK për ndërhyrje në kompjuterat e prokurorëve të posaçëm, tashmë e dërguar për gjykim, zbulon disa nga materialet hetimore që u morën, por edhe disa të tjera që u vunë shënjestër. Arnold Rokaj, Zambak Gjonaj dhe ish drejtori i burgjeve Agim Ismaili. Materiali i siguruar nga Ora News tregon se ishte Arnold Rokaj, ai që arriti të futet në emailin e disa prokurorëve të prokurorisë së posaçme, duke përdorur kodin SPAK 2019. Verifikimet treguan se Zambak Gjoni kërkonte informacion për persona të ndryshëm, për të marrë të dhëna sekrete që më pas t'i shpërndante tek Agim Ismaili e të tjerë. Në një episod rezulton se Zambak Gjoni i ka çuar disa dosje në Word Agim Ismailit, që kanë të bëjnë me disa biseda të Arben Ahmetajt, mes të cilave edhe me Mirel Zoton, pronari kompanive pas inceneratorëve në Elbasan, Fier e Tiranë. Në dosje thuhet se ai e sqaron se janë biseda nga telefoni i ish kryeministrit të kohës. Në vijim të këtij komunikimi, i hetuar i Zambak Gjoni i dërgon gjithashtu dokumentin me përmbajtje, letër porosia Austri, duke dërguar SMS, do e haj edhe Damiani më duket. Në një tjetër episod, del se Zambak Gjoni kërkon informacion edhe për shtetasin Angela Gaci, për të cilin Arnold Rokaj shprehet se ja ta shikoj një herë, por varet kush prok e ka. Nga këta që ka mund se ka njëri. Rokaj me profesion IT tregon se ka tentuar të futet edhe te kompjuteri i Klodian Braus, që në atë kohë mbante detyrën e shefit të korrupsionit, por që sipas të dhënave nuk ka mundur të depërtojë. Arnold Rokaj e Zambak Gjonaj u vunë në pranga vitin e kaluar, ndërsa ish drejtori i burgjeve Agim Ismaili u hetua në gjendje të lirë. Të tre përballen me akuza që përfshin edhe grupe të strukturuara kriminale.